Një ligj I dedikuar për inteligjencën artificiale që synon të rregullojë zhvillimin, tregtimin dhe përdorimin e sistemeve të inteligjencës artificiale në vend, sipas ligjeve të Bashkimit Evropian. Këtë synon Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, e cila ka propozuar një draft me 106 nene dhe 13 anekse, I hedhur tashmë për konsultim publik. Drafti synon jo vetëm në rregullimin e përdorimit të inteligjencës artificiale, por gjithashtu edhe parandalimin e rreziqeve që vijnë nga ajo, si ato në shëndet, siguri, të drejta themelore, demokraci, shtetin e së drejtës dhe mjedis. Në nenin 5 të projekt ligjit përcaktohen një sër ndalimesh që drafti I quan praktika ndaluese. Mes tyre përfshihen sistemet që përdorin teknika manipuluese ose mashtruese për të ndikuar në sjelljen e individëve, sistemet që shfrytëzojnë dobësitë e personave për shkak të moshës, aftësisë së kufizuar ose gjendjes ekonomike, si dhe sistemet e vlerësimit social të individëve. Gjithashtu ndalohet përdorimi I sistemeve të identifikimit biometrik në kohë reale në hapësirat publike, pra njohja me kamera inteligjente përmes detyrës, përveç në rastet kur përdorimi është domosdoshmërisht I nevojshëm nga autoritetet ligjzbatuese për kapjen e personave të rrezikshëm apo parandalimin e një situate rreziku. Në këto raste, përdorimi do të konfirmohet vetëm nga një vendim gjykate. Drafti kërkon që për sistemet me rrezik të lartë të krijohet një proces I vazhdueshëm I menaxhimit të rrezikut gjatë gjithë ciklit të jetës së produktit. Drafti ka një rregullim të gjerë atyre që I quajnë sisteme AI në rrezikshmëri të lartë. Sistemet duhet të zhvillohen mbi baza të dhënash që janë të rëndësishme, mjaftueshëm përfaqësuese dhe sa më shumë të jetë mundur pa gabime dhe të plota, me masa për identifikimin dhe zbutjen e paragjykimeve algoritmike. Inteligjenca artificiale, sidomos sistemet me rrezik të lartë, duhet të dizajnohen dhe zhvillohen në mënyrë të tillë duke përfshirë mjete të përshtatshme ndërfaqeje njeri-makinë që të mund të mbikëqyren në mënyrë efektive nga njeriu gjatë periudhës në të cilën janë në përdorim. Pra, një mbikëqyrje posaçme nga njeriu. Akshi përcaktohet në projekt ligj si autoriteti kryesor për inteligjencën artificiale me rol në zbatimin dhe monitorimin e sistemeve që janë krijuar. Projekt ligji përfshin dispozita që synojnë të mbështesin inovacionin dhe zhvillimin e teknologjive të reja. Ai parashikon krijimin e sandboxeve rregullatore për AI, të cilat përkufizohen si mjedise të kontrolluara ku ofruesit mund të zhvillojnë, trajnojnë dhe testojnë sisteme inovative të inteligjencës artificiale në mbikëqyrjen e autoriteteve. Sandboxe mund të jetë edhe një tjetër nivel rajonal ose lokal, ose në bashkëpunim me autoritetet kompetente të vendeve të tjera. Në relacionin që synon projekt ligjin, propozuesit thonë se drafti është hartuar duke marrë në konsiderat standardet dhe praktikat më të mira të Bashkimit Evropian, si dhe rekomandimet ndërkombëtare në fushën e inteligjencës artificiale.